Thjerrzat janë një ushqim që e kemi pasur gjithmonë në kuzhinën tonë, por rrallë e kemi kuptuar se çfarë bën realisht në organizmin tonë. Thjerrzat janë një ushqim që askush nuk i mburr. Janë të varfra, por dieta pa to është akoma më e varfër. Shumë njerëz i hanë gjatë dimrit kur duhet diçka e ngrohtë. Shumë të tjerë nuk i hanë sepse mendojnë se janë të rënda. Dhe ta pranojmë, thjerrzat nuk janë Instagram friendly. Nuk janë akoma superfood në marketing. Dhe pikërisht, këtu qëndron fuqia e tyre. Le të shpjegojmë biologjikisht pse thjerrzat janë interesante. Thjerrzat janë të pasura me fibra, hekur dhe karbohidrate komplekse. Fibrat janë pjesa kyçe e thjerrzave. Kur ham fibra, stabilizojmë sheqerin në gjak, ndihmojmë tretjen dhe njëkohësisht ushqejmë bakteret e mira në zor. Kjo do të thotë që energjia çlirohet në mënyrë graduale, jo në mënyrë të menjëhershme dhe me rënje të menjëhershme si në rastin e karbohidrateve të thjeshta. Thjerrzat nuk japin boost artificial, të japin stabilitet. Dhe në metabolizëm, stabiliteti është luks. Tani, miti klasik është që thjerrzat janë shumë të rënda për stomakun. Realiteti janë të pasura me fibra. Nëse nuk je mësuar akoma me fibra, fillimisht do të ndihesh i fryrë. Po kjo nuk do të thotë që janë problem. Do të thotë që zora jote po mëson të punojë ndryshe. Zgjidhja? Rrit sasinë gradualisht, jo ti shmangësh. 2-3 herë gjatë javës do t'i ishte më se e mjaftueshme. Mund t'i përdorësh si supë, si sallatë, si pjatë kryesore ose si alternativë mishi disa herë. Dhe jo, nuk janë vetëm për dimër. Thjerrzat nuk bëjnë zhurmë, nuk janë trend, por stabilizojnë sheqerin, energjinë dhe urinë. Thjerrzat nuk duken spektakolare, por trupi jon i kërkon dhe i do.